Ku do një mision, duhet me thirr ku je. Nuk vjen mbrapa orë shkon e merr. Se çel telefonin. Atëherë që të flasim hapur, dash i lutem. Dash të lutem. Unë e lut Zotin se i kam fëmijë. Do ta pak ta dëgjojmë çka po thotë. Mos bazohemi në vetë. GPS-in ja lëshon fëmijëve edhe? Po, unë shembull nuk ka ndosur, unë jam pak prind rigoroz, jo në atë aspektin me rrejë së dhunës, çka do me bë, po gjithmonë për shkak që na kemi edhe fëmija mi kanë lindë në Zvicër, për shkak që na kemi edhe pak kulturën evropiane, shkon me fjalë ose e denan. Për shembull, ka qef me hungur një qips, nuk e jep një qips në jodet. Edhe ai bindet me çato edhe din që duhet patjetër me bëj çka thot baba ose nana. Okej. E kena pa që e kena pa. Po, në mosh. Për mi 18 vjet, ko domethënë unë sot jam e martuar. E çfarë do të bëj? Edhe sot e respektoj prindrit e mi. Nashta për shembull jam kritiku për shembull nashta pizzo që më doni misione se dikon dhe më kanë thonë nashta prindrit nëse është e mirë për ty vazhdo. Nëse s'është e mirë, të lutem mos vazhdo më. Unë i kam thonë se po më pëlqen, okay, vazhdo. Po do të them edhe këtë që i thash dhe pak përpara. Domethënë ti në këtë moshë, edhe pse je non,